Do diskutojmë tani edhe në lidhje me efektet negative që po jep kriza politike e Kosovës, pikërisht në mungesën e këtyre fondeve mjaft rëndësishme nga Bashkimi Evropian. Më gjërësisht do diskutojmë me zotin Safet Gërxhaliu, ekspert ekonomie në Kosovë. Zoti Gërxhaliu, mirë se erdhët sërish në studion e televizionit Skan. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Për fat keq, edhe këtë herë do të flasim për probleme, sepse i ndoqëm pak më parë nga kronikat, Shqipëria, shumica e vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë përfituar nga fondi i rritjes 6 miliard euro, ndërsa Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina nuk kanë marrë asnjë fond. Do të flasim patjetër për Kosovën, sepse na intereson patjetër si po ndikon kjo krizë politike, sepse sipas Bashkimit Evropian, fondet nuk jepen sepse nuk ka kush firmos, nuk është një qeveri e cila ka kompetencat e plota për të firmosur marrëveshjet. Kosova definitivisht është një maraton politike, të themi në këtë mënyrë, nga fakti që nga shkurti i vitit 2025 nuk ka arrit të krijojë institucione. Mungesa e këtyre institucioneve Kosovë janë duke dëmtuar në dimensione të shumta. Nuk është vetëm dimensioni politik, dimensioni ekonomik, dimensioni integrues, është dimensioni psikologjik dhe në këtë drejtim dëmet janë kolaterale dhe ajo që është më shqetësuese nuk vret një fund i kësaj maratone kur dihet parasysh që tani prap e kemi një ankesë nga lista sërbska të dërguar në gjykatën kushtetuese. Po në këtë maraton politike dhe në këtë mungesë të kompromisit dhe të sakrificës në interes të shtetit dhe për shtet dhe jo vetëm për pushtet dhe për interesat partive politike, po dëmtohet definitivisht ekonomia kosovare dhe kur e kemi këtë dëmtim të ekonomisë kosovare është duke u dëmtuar standardi i jetesë qytetarëve të Kosovës, nga fakti që sot e kemi një të dhënë të re nga enti statistikave ku inflacioni krahasuar me muajin e kaluar është 4.7%. Dhe kur krejsa i shton edhe fakte tjera që jemi një shtet i varur nga importi, vërtet sfidat edhe ekonomike dhe sociale janë shumë të mëdha. Po kthehemi në pyetjen e juaj, është vërtet e pakuptim që Kosova të jetë në një farë forme në këtë situatë ku nuk mund të shfrytëzoj fonde të shumta të destinuara për ndihmë Kosovës, jo vetëm nga fondi për zhvillimin e Ballkanit Perëndimor, po kemi vlera projekte të ngrira shumë se 613 milion euro, vetëm nga IPA 2 dhe IPA 3 janë 218 milion euro, vetëm nga fondi për Ballkanin Perëndimor janë 396.5 milion euro, dhe kur krejsa i shohet fakti që në këtë 6 miliardin e destinuar për 6 vende të Ballkanit Perëndimor, Kosova ka në dispozicion afër 900 milion euro dhe nuk mund të shfrytëzojë asnjë përqindje nga këto, besoj është mëkati më i madh që po i bëhet edhe ekonomisë, edhe perspektivës, edhe evropiane, po edhe euroatlantike të Republikës, dhe kjo është kosto gjithë mirë në politikë dhe shumë pak me ekonomi. Gjithë të fondet munguara, zoti Gërxhaliu, nuk ushtron fare presion kjo mungesë e fondeve, kjo mungesë e investimeve tek politika në mënyrë që të reflektojë dhe të arrijë marrëveshje, të bëjë sakrificë në emër të kombit dhe jo të partisë. Kosovën e ka kapluar një verbëri politike e cila definitivisht duke ngulfat perspektiven, po i them vetëm 2 cifra të cilat janë shqetësuese, llogaritet që vitet të fundit nga Kosova janë largu 210.000 qytetarë dhe kur krejsa i shtohet një raport i Bankës Botërore që Kosova është vendi më i braktisur, është diçka që duhet i prek në ndërgjegje politikanë kosovar, por si duket ndërgjegja dhe etika në politikë është një variabël inekzistuese dhe të kërkosh këtë shumbje kohe. Në anën tjetër, shqetësues është fakti që para sa dite në një takim me ambasadorin gjerman vërteton një të dhënë që vetëm nga Kosova në Gjermani janë afër 600.000 qytetarë. Prandaj vërtet nuk kemi opozitarizëm, sepse po ta kishim një opozitë të mirëfillt, ndoshta zëri kishte qenë do të thotë shumë i artikuluar. E them këtë bazuar në faktin që pikat apo sektoret më të goditura është ambientalizmi, do të thotë menaxhimi qoftë i ujërat të zeza, qoftë i aspekte tjera mjedisore, ku janë humbur më tepër se 350 milion euro.
është energjetika që janë humbur më tepër se 114 milion euro në investime dhe sot jemi shtet i varur nga importi i energjisë elektrike, është digitalizimi ku kemi një humbje prej afër 57 milion euro dhe mbi të gjitha është aspekti kulturor që si duket shumë më tepër ka mbështet kulturën dhe artin në Kosovë, donator të ndryshëm dhe partner nga Bashkimi Evropian që kanë dhënë një buxhet për 15 milion euro që nuk janë të shfryzuara. Kur krejsa i shtohet fakti që me USAID amerikan nuk e ka dorën zgjatur për vendet të Ballkanit, në veçantë për Kosovën, atëherë mund të paramendoni si është dhe çfarë do të jetë perspektiva e Kosovës, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin integrus, po edhe në nevojën për stabilitet politik. Dhe kur e kemi parasysh që jemi në sankcione apo në masa ndëshkuese të Bashkimit Evropian, që shumë kush as nuk i llogarit, do thotë si diçka që gjeneron efekte negative, vërtet është paradoksi dhe amoraliteti më i madh që ka kapur Kosovën e viteve të fundit. Zoti Xhaliu, ju sollët shifrën e zyrës statistikave, ku inflacioni rezultoi në nivelin e 4.7%. Nëse rikthehemi pak muaj pas, është vendimi për rritjen e çmimit të energjisë elektrike që ka ndikuar në këtë rritje të inflacionit, se ne ju paralajmëruat edhe atëherë që rritja e çmimit të energjisë për bizneset do të reflektohet edhe në produktet finale. Është një ndër arsyet kjo që ka çuar inflacionin në këtë nivel 4.7% mbi dyfishi i inflacionit prej 2.3% që është në Shqipëri? E keni bërë një pyetje mjaft profesionale, nëse kthehemi në retrospektivë dhe analizojmë strukturën e importeve në të kaluarën, ne kemi pasur gjithherë dominim të importeve, kanë dominu veturat, kanë dominu pijet alkolike, kanë dominu në import derivatet e natës, po viteve të fundit kemi produktin kryesor, energjinë elektrike, që është pothuajse produkti nr. 1 që importohet në Kosovë. Dhe tëra kjo do thotë vërtet është duke goditur jo vetëm jetën qytetar, por edhe sektorin privat, në veçantë sektorin prodhues. E kemi thënë në emisionet e juaja që definitivt betejë për energji elektrike është shumë të kaluarën dhe ajo do të jetë shumë vështirë të kompenzohet. Kur krejsa i shtohet një fakt tjetër që nga janari do të kemi fuqizimin e implementimit të traktatit për dioksid karbon, besoj do të jetë sfida ndryshme. Kështu që po e them me këtë qartë, nuk dua të ngris panik, por duhet të përgatiten edhe qytetarët edhe bizneset e Kosovës, sepse nëse do të jesh i varur nga importi, ke pak fuqi të ndikosh në çmime apo në uljen e çmimit, dhe duhet të përgatitemi që nëse do të kemi një dimën në temperatura të ulta, atëherë çmimi i energjisë elektrike do të rritet dhe në këtë drejtim nuk mund të jemi konkurrent me këto koste të energjisë elektrike me prodhimet made in Kosova, por kjo është koste e politikës që po e paguën qytetari i Kosovës, që çuditërisht nuk është duke vrejtur, sepse si duket hipnoza politike e ka kapur masën kryesore, ku do thotë janë të orientuar shumë më tepër të votojnë politikanë dhe liderë dhe jo plane zhvillimore që ata do t'i prezantojnë dhe të kenë do thotë një obligim apo një përgjegjësi si ato të realizojnë. Dhe në mungesë të përgjegjësisë, qoftë individuale, qoftë institucionale, Kosova është ndruar në një shtet eksperimental. Zoti Xhaliu, ka kosto ose keni dieni se sa nevojitet investimi për të riformatuar, për të sjellë teknologji të re tek termocentralet në Kosovë, në kuadër të asaj që ju thatë uljes e emetimit të dioksidit karbonit në atmosferë? Është paradoksi të mendohet që ky problem nuk mund të zgjidhet, po e them me përgjegjësi morale, por edhe profesionale. Kam qenë pjesë e këtyre prezantimeve që nga viti 2006, kur kemi pas prezantim të projekteve të rëndësishme të energjetikës në kapacitet për 2100 megawatt, kemi pas prezantime të kompanisë Contour Global që ka pas një teknologji moderne, kemi pas një prezantim nga kompania Hitachi Mitsubishi që ofron teknologji më moderne me filtera dhe me mbrojtje nga dioksid karboni, dhe kostoja e prodhimit të 800 megawattëve energji elektrike në të ngjell në atë kohë ka qenë afër 850 milion euro, e Contour Globalit e ka kaluar 1 miliard,
është refuzuese se kostea do të jetë e lartë, nëse do të kushtojë 60 apo 80 euro, dhe tëra kjo vërtet ka qenë një ngulfatje me qëllim të përfitimit të politikanëve të lidhur ngushtë me importin e energjisë elektrike, se sa që shëmbrojt qytetari i Kosovës nga dioksid karboni. Ti thuar dikujt që në këto prezantime kemi pas termoelektrana të projektuara pa o gjak, ka qenë e para, e dyta kemi pas oferta nga kompani gjermane që hyrje dhe tymi të futen në prodhim të pllakave për izolim të mureve, dhe e tëra kjo i bashkangjitet një proces tjetër që sot në botë kemi teknologji të tillë, sidomos me inteligjencë artificiale dhe me nanoteknologji, që edhe hiri edhe ploni i thëngjillit mund të jetë një produkt i ri. Po mungon vullneti politik, sepse si duket në Kosovë e kanë të qartë që shumë më tepër fitohet nga tregtia sesa nga prodhimi, pa kalkulu dëmin që vjet ekonomisë dhe qytetarit të Kosovës. Zoti Kërxhaliu, me gjithë këto probleme që ne po diskutojmë, si ka mundësi që sërish institucionet e ndryshme, me fund ishte Banka Botërore, parashikojnë rritje ekonomike pranë 4% për Kosovën, këtë vit, në vitin 2026, madje edhe në vitet në vijim. Dhe është rritja hapi mi madh i rritjes krahasuar me të gjitha vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Në rend parë duhet të kuptohet që edhe Banka Botërore, edhe Fondi Monetar, edhe institucione tjera kredibile i analizojnë ata parametra që i afron për t'i analizuar. Në qoftë se analizoni funksionimin e bankës qendrore, Banka Botërore e analizon sa janë bankat të mbyllura, sa janë kredi të këqija, dhe në bazë të këtyre dy parametrave që në Kosovë nuk ka bankë të mbyllur dhe kredi të këqija në nivelet më të ulët, atëherë e vlerëson që situata është më e mirë. Po atij nuk i intereson apo atyre sa janë kamatat bankare, sa është mungesë e likuiditetit, çka duhet të plotësoj për kritere qytetari i Kosovës, dhe në këtë drejtim jepet një vlerësim pozitiv në aspektin teorik, po pratika është diçka tjetër. Në anën tjetër, Kosova ka nevojë për rritje ekonomike substanciale. Të gjitha këto që u thanë deri më tani nuk i beson politika, po i përjeton dhe i shijon qytetari i Kosovës, por nuk duhet të bazohemi në parametra të këtyre do të thotë institucioneve, sepse nuk mirret një përshkrim gjithëpërfshirës, mirë vetëm disa parametra, dhe nëse analizohet konsumi në Kosovë, atëherë definitivisht jemi rekord dhe ndoshta kjo mund të quhet rritje ekonomike, po Kosova ka nevojë për rritje substanciale, jo numerike. Është shumë e mirë të kemi 2% rritje ekonomike, po të kemi disa parametra pozitiv, të kemi investime të huaja që në Kosovë janë zero, të kemi rritje të eksportit që në Kosovë duke u zogluar, të kemi krijim të vendeve të reja të punës që nga Kosova po ikun, dhe mbi të gjitha të kemi kontraktim të punëve në interes të kompanive kosovare në vende të treta, që kjo nuk ndodh. Sot nga Kosova nuk ikun vetëm qytetarë, po ik edhe kapitali, dhe kohëve të fundit fal probleme me energji elektrike është duke bartë edhe prodhimin në vende të treta. Shpeshherë, zoti Kërxhaliu, edhe vetë Komisioni Evropian ka tërhequr vërejtjen se kjo paketë, pra paketa e rritjes, duhet përfitohet sa më shpejt sepse është me afat dhe s'ka don. Mendoni se sërish pavarësisht vonesave Kosova, politika këtë rast, do t'ja dalë të përfitojë këto fonde që janë tepër të rëndësishme për secilin ekonomi, pavarësisht se një pjesë janë grante dhe një pjesë janë në formën e kredive të buta? Fatkeqësisht apo çuditërisht në Kosovë për këtë problematik nga niveli politik kanë as që flitet dhe as që e diskuton dikush. Sot çdo gjë është e lidhur vetëm me politikën dhe luftën për pushtet. Si duket kjo maraton politike do të zgjatë deri në fillim të vitit 2026, ku pritet kemi edhe zgjedhjen e presidentit apo presidentes. Prandaj definitivisht nuk ka gatishmëri as për kompromis, as për sakrificë. Nuk e kemi problemin, apo Kosova nuk ballafaqohet me këtë problem të mos frymëzimit të mjeteve nga të gjitha këto fonde të destinuara Ballkanit Perëndimor. Nëse do të vazhdohet në këtë mënyrë, atëherë do të jemi vërtet para një sfide shumë të madhe interne, ku nuk do të kemi buxhet për vitin 2026, dhe besoj kjo do të jetë një goditje e re. Por ky është realiteti, si duket bazuar në vota sa fiton partia në pushtet, këtë e meriton qytetari i Kosovës, sepse nuk kërkohet program dhe zhvillim, kërkohet vetëm militantizëm partijak, se si duket mbështetja e partive politike shumë më e dobishme se sa kontributi
futi në rrafshin horizontal ku do të përfitojnë të gjithë. Vërtet është një situatë shqetësuese, por dua të besoj që qytetari i Kosovës duhet ta kuptojë që sfidat janë shumë më të mëdha, shumë më të thella se sa ato që i paraqet politika aktuale në detyrë. Zoti Xhaliu, ju përmendët shifrat e munguara për ekonominë e Kosovës, njëkohësisht edhe fondi i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Cilët janë sektorët prioritar që kanë potencial, supozojmë për një moment që ato para do të ishin në dispozicion? Kosova ka nevojë definitivisht për të mbështetur sektorin privat. Sektori privat është para sfidave të shumta, sepse kemi bankat komerciale të cilat janë vërtet mjaft të kërkuara për kredi, mungon likviditeti dhe kjo është e para. E dyta, kemi një rritje të kamatave bankare që janë më të larta ndoshta në rajon dhe këtë nuk e thot askush dhe besoj që një dialog i mirëfillt me sektorin privat duhet të jetë prioritet. Në anën tjetër, ne kemi mundësi ose kemi nevojë urgjente për energji elektrike, kemi nevojë për një digitalizim të mirëfillt, por mbi të gjitha kemi nevojë për investime në prodhimtari, sepse nëse Kosova do të vazhdojë të eksportojë vetëm para të gatshme, atëherë vetëm do të forcohet varfëria, por jo prosperiteti. Në këtë drejtim, nëse dikush mendon që vetëm shqiptari apo kosovari i vdekur dhe i varfër është i mirë, është teoria më famkeqe që mund ta ketë dikush dhe ta zbatojë në Kosovë. Zoti Xhaliu, edhe një pyetje për ta përmbyllur edhe bisedën. Njëkohësisht në këndvështrimin tuaj duke parë edhe realitetin në përditshmërinë e punës tuaj. Realisht po dëmtohen qytetarët, për bizneset kemi folur shpesh, por qytetarët e Kosovës për shkak të kostove të larta të huamarrjes, pavarësisht se niveli kredive të këqija është i ulët. Problemet e tjera që ne po i diskutojmë, familjet e Kosovës i kanë prekur, i kanë dëmtuar, flas tu jo vetëm financiarisht, por edhe moralisht, sepse ekonomitë tona po përballen për shkak të këtyre problemeve të mëdha me zgjidhjen më të thjeshtë, largimin nga ky vend. I keni bërë një pyetje vërtet përmbajtësore, po përgjigjeja në pjesën e dytë për të ardhur në pjesën e parë. Është vërtet që kredit bankare në Kosovë nuk janë të nivelit të keq, siç mendohet dhe Kosova në këtë drejtim ka bërë hapa pozitiv, por kjo është shumë më tepër merit e një kalkulimi jo real të hipotekave të sektorit privat. Nëse një objekt juaj e ka vlerën 1 milion euro dhe banka e llogarit për 300.000 euro, atëherë është më e mirë të gjendet çdo formë për të ardhur të 300.000 euro se për të humbur 1 milion euro. Dhe kjo është ajo kurtha të cilën e përdor sistemi bankar që qytetarët e Kosovës do të jenë të ndërgjeshëm në ofrimin në kthimin e kredive. Në anën tjetër, jeta e qytetarëve vërtet është mjaft e vështirë. Kemi inflacion, kemi ngritje çmimeve dhe kemi ngrirje të pagave qoftë sektorin privat, qoftë sektorin publik. Po e them me keqardhje, në javën e kaluar isha në Austri, e shfrytëzova rastin për disa gjëra elementare për t'i blerë dhe për t'i prunë në Kosovë, e besoni, po e them me përgjegjësi morale, atë që e kam paguar atje 50 euro, kur kam marrë në Kosovë e kam kalkulu njëtat kushtojnë 147 euro. Prandaj janë gjëra elementare dhe me këtë qytetari i Kosovës duke u ballafaquar, është humbë shpresa se do dinë ditë më të mira dhe për këtë vërtet nuk çan hall askush, sepse si duket me qëllim apo pa qëllim, dikujt i konvenon shumë më tepër një Kosovë e zbrazur, një Kosovë e pa shpresë, e pa perspektivë, po me rëndësi që ata që mendojnë kështu të kenë pushtet dhe të shijojnë të frytet të një situate të tillë tragjike të krijuar në Kosovë. Zoti Xhaliu, ju falenderoj për gjithë informacionin, mendimet e sjellja në studion e televizionit Skan, ditë mbar. Ishte kënaqësi, përshëndetje për ju dhe për shikuesit juaj të respektuar. Faleminderit, kënaqësi si gjithmonë.